Dëgjuam këtë këngë mjaftë emocionuese, një këngë që me të vërtetë të prekën shpirt edhe njëherë lavdi për të gjithë ata që dhanë jetën për këtë liri që së dëgzojmë. E kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mra më mirë se na erdhe shoq. Lavdi për gjithë ata që për mene. Shoq apo më dëgjon? Lavdi thash për që ata që i për mene, lavdi ju qëtë, i letë dhe ju kështut. Amin inshallah. Po si je o shoq, si kalove sot? Allah e sot qështu, si gjithë me të rutinë njëjtë. Ti rrugtimin e njëjtë, a? Pa ndryshime. Qështu, pa ndryshime, se në përdërnisë, në shtetët bashkë, po të liku se të rëzollës, ma lartë për shkaj, ndrënatës. Mjaftan qa me bo? Po, për duhet qështu, me një musha qështu. Ku për mu së pëlle heq, ma mirë. A një rrëra hapë. Shoq, a ke po dhe a ke përcjellë protestën madhështore që majtë në kryeqytetin e Shqipërisë? Protesta madhështore, edhe unë 5 thuti, e bëllje kom shku një koment dhe kom shpëndon TikTok, 5 thuti ditë historike, ka më bashku këmë për shqiptara në kanë ka janë, 30 shqiptare që kanë qenë, sa do ka qenë vugla, kjo mendimi jemi, unë e këmë dhe mendimin të. Shoq, a e vullasën, kalë zë drejt, a ke i knaqën? Një knaqën jam edhe ka me pas sukses kje protest për gjithë popullin shqiptar. Valla dhe halal e ku se gjithë gjamë shku në regull, organizimi mirë, protesta në regull, veç edhe halal ju kufë se që të po dihet sa e kanë përkrahjen e popullit shlerimtar tanë që janë të majtë pa drejtësisht në Hagë. Shumë e vërtetë. Shoq, ka që lladhë sonë të diqka, si ka kënë qef, kush ta ka prish? Ja, vallahi, ka kërvish njëm nërvëzaj që të pak se me rajt, ka herë do të me rajt për cu, ka herë me rajt havë. Ku, në TikTok, po? E për qaj që u njës, ka e shlerim të ori, sa u njësa për 48 orë më rivat 260 kilometra, kjo nuk mundët me ka vërtet heq. Ai që shku koma? Ai që shku koma? Ai që shku koma. O shoq, po mu su merë me thonë poshë zëtën. Jo, pa të zëtë po merë. Në po merë nëse rejki gazetarja, në gazetarja në merë ma përtë. As një njeri në botë nuk mundet me jesë 6 km mrena një ure. Mrena një ure duhet me pushu një 10 minuta, njësë një ure 6 km. E 48 km, 48 ure. Logaritë ka 6 km, pa u nol kur 48 ure, nuk ka njëri në botë që mundet pa u nol 48 ure. Kjo rrani ku dhune. Se e ku prevu vetë ushtarë. Kur këna qenë, për 15 i këna po 300 km u vu. Pe ku mi të njësa i shoq? Se ty ba ku marru se ku ditë. Pe Prizrenja, pe ku mi? A pe Prishtine? E Prishtinë. Prishtinë, Tiranë sa janë? 200, a? 260 km ke shkruaj. Po qëre, na rezolla dhe s'ke nëroj 10 kilometra jën ka mira trop, ti e di ka kena i gjithë, i kera edhe ti. Para 2 urve, 20 kilometra korë burrat që ka nejtë shpejt për 2 urë. Të më thonë 20 kilometra 2 urë edhe pa pushu kërkom pa vnalla asiherë. Unë kam dhe një rast, unë më ko shtarë një këshiq. E këna pas një mërë që e theshin ata. 15 malë me shku me flajt dhe në një s'kom. 5 km e të shumë për 16 minuta. 5 km një urë e të shumë katole. Me thonë dikujna nuk besë. Kualë t'i këna pas, kur përnal ke koli që s'pa mu i ke me jetë pirë nëvnë që për njëske nuk ishtë. Ndash rehe, ndash mëte, se nuk për eske. Kualë të dhe vladë, se le gjinja. Nuk është e vërtet për 48 Ajo shku me Mercedes.
Për të ta dhe, kërë pak do një. Mu pas nisja 3 ditë për pora, ka posë për 48 orë. 48 orë nuk mund është me jesë pa unollë, kur kjo është rënd e kullunë. Edhe 48 orë së në rënd pa gjumë ti, heqë. Në të të kështë pa dhëtë. Se lidhë dhe truni thënë, truni vetë. Unë e kom përjetu në ljuftë. Unë ka ro më shku 10 orë para ne, 13 më këthy, të jesë pa flajke njëri, kom për e u dhe këto. Kur ndonë shë ndë grë, po më qilë që të sytu, ka të jesë ka këto. Nuk duhet, nuk, kur që më binë nuk patë. Kryesore, aja qka ka qenë, ma kryesore ka qenë të ketë sa ma shumë persona që kanë marrë pjesë, ka lënë gjithë qka në rregull, po, edhe u po shoh që me të vërtet populli i dan çlirimtarët tanë, nuk ka kur farë përqarje, vetëm ata që s'janë shqiptarë, ata mujnë me kokonërë se sët u po gjithë qka dhe këtu u vëllaz gjithë qka. Qore veç një të më kaldu ty dhe këtë dëgjus vë shqiptarë, se të më rekullu shumë ti me ljumi, pej si egzistar shqiptaria që gjatë e 5 vjetë i bogna në sët, i kom ka përcy, veç kur ma të bashkum se sët, dhe ma të kompletun kur nuk o kopu të shqiptarë në Shqipni. Dhe u kri në kësia. Shumë e vërtejt, shumë e vërtejt. Nuk ka kush që mundet, se janë fakte që flasin vetë. Po ka qëre ka dorë zëti në ka në mundësit, u shprehen në mënyrë vullnetare krejta, këto firma me këta autobusa ju lumë të në. Allah lëkëft, se tregun vetëm që kun luft. Bravo ju qëftë. Shumë e vërtejt. Po ne kemë një të keqe, kur jem të lirë, kërshkëshirë më po me zveti. Po kur o puna, jem më të bashkumit se krejt buta në të parë të në venin e parë, për më bashku një unë me tjetër. Dhe zoti tjetë protesta fundit të kthehen çlirimtarët, se me të vërtet... Po në me zotit shpejt. Dhe shpejt kanë më kësis, shumë shpejt. Dhe është zoti. Ashtu mendojmë tonë, me shpresë jemi tonë. Po? Pa të përshëndesën që është të jepet mundësia një kongë që të përhashim thoqin. Një që kërin krejt. Pa tjetër do t'jetë me njëherë një kongë për Hashim Thoqin. Unë të falenderoj shumë për telefonatën. Falenderit shumë me respekt pa fonde dhe gjuhëm herave tjera. Natën e mirë. Natën e mirë gjithë mirat, respekt të këto. Tëng, shoh që ka kom bazën, po shoh që po lej halë këna i kryesore shku ka marra, shku me koli, a me kom, a me Mercedes, a me ballon, kryesore aje ka kry obligimin, respekt edhe njëherë për të gjithë, ata që sot ishen dhe shprehen solidaritetin dhe ju bashkuan protestës madhështore pikërisht në kryeqytetin e Shqipërisë në Tirana në sheshin Skënderbeju. Kënga në vazhdim të shkon pikërisht e kënduar nga Nuradin Gashi, fitimtar po vjen babushi. Ku i përshëndes të gjithë të pranishmit, të gjithë çlirimtarët, të gjithë dëgjuesit. Edhe pse s'nanin e përshëndes edhe Hashim Thoqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe gjithë ata që po mbohen patërësisht në Hagë. Shkoj me këtë pikë muzikore dhe kthehemi pas pak.